Për Partinë Demokratike, reagimet e kryeministrit pas vendimit të gjykatës kushtetuese për pezullimin e Belinda Ballukut përbëjnë një sinjal të qartë presioni mbi sistemin e drejtësisë. Sipas opozitës, para lajmërimet për ndryshime në legjislacion në një kohë kur një bashkëpunëtor i afërt i kreut të qeverisë është në hetim, nuk lidhet me parimet kushtetuese, por me mbrojtjen e pushtetit politik. Kur një kryeministër ndryshon ligjin, ndërkohë që po hetohet bashkëpunëtorja e tij më e afërt, ai nuk po mbron ndonjë parim kushtetues apo ligjor, po mbron pushtetin e vet të korruptuar. Rregullat nuk ndryshohen në mes të hetimit për të shpëtuar veten. Kur qeveria dhe kuvendi bashkohen për të goditur vendimin e dy gjykatësve në lidhje me një hetim penal aktiv, kemi dy pushtete që përpiqen të ndikojnë të tretin. Kjo nuk është ndarje pushtetesh, është presion i organizuar kundër drejtësisë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar mbledhjen sa më shpejt të Këshillit të Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për autorizimin e arrestimit të Ballukut. Kur thuhet se nuk ka urgjencë për kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut, mesazhi është i qartë. Drejtësia duhet pres. Pushteti ka nevojë për blerje kohe. Kur ekzistojnë kushtet ligjore, mund të pezullohet kushdo, sepse pezullimi nuk paralizon shtetin, paralizon vetëm personin në hetim për të shmangur ndikimin përmes funksionit. Arresti kërkohet kur rrezikohet hetimi përmes intimidimit të dëshmitarëve apo cënimit të provave. SPAK-a sjell prova se këto rreziqe janë konkrete në rastin e Belinda Ballukut. Pra, janë dy masa paralele. Njëra mbron procesin penal, tjetra mbron institucionin. Ndërkohë, Këshilli i Mandateve është mbledhur vetëm një herë në 19 dhjetor, ndërsa për më shumë se një muaj shumica socialiste ka pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Tashmë, sipas tyre, nuk ka urgjencë për shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut, me arsyetimin se Balluku është pezulluar dhe hetimet mund të vijojnë normalisht. Po për opozitën, kjo qasje përbën zvarritje të qëllimshme dhe përpjekje për dobësuar veprimet e drejtësisë, duke kthyer çështjen në një përplasje të fortë politike mes mazhorancës dhe opozitës.